apo jo? Kjo mbetet mu pa tash, po për menimin tem ftesa e Kurtit karshi partive opozitare, këtë rast PDK-s dhe LDK-s, është një nga hapat e radhës për me testu e pafuqinë e opozitës, për thonë kushimisht opozitës, ose partive dyta, treta. Edhe dyta për mu është një nga ato skenar për me delegitimu edhe për me denigru e dejnë në palcë opozitën. Për mu është fatkeqësi, shumë për thonë pa frikë që Memri Krasniqi i përgjigjet pozitivisht kësaj ftese. Unë nuk e di cili është arsyetimi tash mbas mediave, mbas se të kryet kjo, për të më thonë, takimi, me një lider si Kurtit, e cilin të nkohën fushat ketë partit opozitare, pa përjashtim, e kanë cilësuar me drejt që është i rrezikshëm për vendin, me autoritar në kuptimin e bindjeve politike, edhe tash më ullë me diskutu me tonë, për mu është për një moment është më konë ose krejt i padijshëm, ose shumë i likë në kuptimin e asaj që e ndjek veç interesin e vetë. E me shumë gjatë këta pushtetarë, këtë rast PDK-ja, e ka shqetësim veç pushtetin. E ato që nga ka thonë fushat e konë fars, o konë rrejnë e kullume, për me marë vota gjoja të një bloku anti-Albin. Unë personalisht mirritoj këto takime, sepse edhe arsyetimi i Memrit edhe i këtë PDK-s, i kom ndjek me shumë vëmendje, ke katastrofal, dhe më thonë, aty shihet që këta kanë frikë për Kurtit, edhe këtë takimi Demek po bëhet në përpjekje me kallëzu që na nuk tutna prej Kurtit edhe na nuk kemi bllokuar kuvendit. Se duhet kemë frikë prej zotrit Kurti? Unë mendoj që këta kanë pas frikë qysh nga 2021, sepse kanë edhe komplekse inferioriteti. Nëse i këshyrti reformat në partijake që i kanë bën, edhe PDK-ja, edhe LDK-ja, jonë reforma në hojza që i kanë bën veprime televizje për me i pëlqyja Albin Kurtit. Edhe tash ti me shku aty me arsyetim në pash deputetin tash më të zgjellën PDK-s Artan Berami, një nga arsyet që e renditi ai për pse na do të më shkojnë në takim është më tregu popullit që na nuk kemi bllokuar kuvendit. Para me e kanë marrë seriozisht kritikën edhe akuzën e Dimal Bashës, ngelç. E kanë marrë seriozisht edhe janë intimiduar prej Agim Batirit,